Atëhere, kur ju erdhën në samitin e parë, e ardhmja europiane ishte aspirata që mbetej larg. Sot e ardhmja europiane është një tryezë, ku jemi të ulur çdo ditë, bashkërisht, ballë për ballë, ne dhe Komisioni Evropian, me ambicien e përbashkët për të mbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027. Sot nuk duket më një kumt dëshiror në ajër, po është një fjalë që zëvend si çdo fjalë e përditshme, ajo që Ismail Qemali tha në momentin themelues të shtetit tonë: Shqipëria do të bëhet. Në gojën e atit pavarësisë, ajo fjali nuk ishte një përshkrim, ishte një besim. Një besim që kaloi në përbreza, përmes peripecish të mëdha, dështimesh tragjike, ringritjesh frymëzuese, një besim që sot, si kur ndonjëherë, ka marrë trajtën konkrete të shtetbërjes europiane të Shqipërisë dhe të objektivit që tani më nuk parafiturohet, po shihet, preket me sy më afër se kur, për ta ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë mes barabartësh në vitin 2030. Fannoli na kujtonte se Shqipëria nuk mund të rrojë pa shqiptarët e saj. Dhe sot kur shqiptarët janë sa brenda aq dhe jashtë kufive të Shqipërisë, ndërsa Shqipëria është në të përpjetën e fundit drejt bashkimit të shumë ndëruar me Europën, kjo fjalë e korifeut shqiptarisë merr një kuptim dhe një forcë të posaçme. Ashtu siç merr një kuptim dhe një forcë të posaçme edhe paralajmërimi i mprehtë i korifeut tjetër Faik Konicës, i cili na porosit se një komb nuk mund të mbështetet tek iluzionet për veten, por tek aftësia për të vetë përmirësuar vazhdimisht. Dhe pikërisht këtu qëndron ndryshimi më i madh i kësaj dekade, ku edhe falë reformash transformuese dhe përpjekjes intensive integruese me Bashkimin Evropian, kemi kaluar nga një Shqipëri që përpiqej të mbijetonte në një Shqipëri që përpiqet të përmirësohet. Nga një Shqipëri që kërkonte të pranojë ndërkombëtarisht mes mosbesimit përgjithshëm, në një Shqipëri që respektohet dhe besohet si kur më parë në arenën ndërkombëtare. Shqipëria sot nuk është gjëkundi më Shqipëria që shumë prej jush lan pas. Është një vend që ndryshon çdo ditë, ndonjëherë ngadalë, ndonjëherë më shpejt se sa e kemi pritur edhe ne vetë, por në mënyrë të padiskutueshme dhe të pakthyeshme Shqipëria ecën vetëm përpara. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian nuk është një objektiv politik, është një zgjedhje qytetërimi, është përmbyllja e një rrugtimi që shumë prej jush e kanë jetuar tani më në jetët e tyre, duke ju integruar në shoqëri që përfaqësojnë vlerat që ne synojmë të rrënjosim këtu, në Shqipëri, në shtëpi. Dhe këtu qëndron një përputhje e fuqishme. Ju e dini çfarë do të thotë jetosh në sisteme që funksionojnë. Në shoqëri ku institucionet u shërbejnë qytetarëve, ku merita ka vend dhe ku sundimi i ligjit nuk është fjalë, por mënyrë të jetuari. Përvoja juaj nuk është jashtë të ardhmës së Shqipërisë, por është thelbësore për të. Ju më mirë se askush e dini që kjo rrugë nuk është pas sfida. Çfarë ju keni hequr në kurriz është një mësim i paharrueshëm, i cili vlen për të kuptuar edhe ato që Shqipëria ka hequr e duhet heqë në kurriz deri në ditën kur të ulet në tryezën e përbashkët familjes europiane. Sepse asnjë transformim i madh, i thellë dhe i vërtet nuk mund të jetë pa hequr të tëra në kurriz. Do të ketë
pa diskutim zhgënjime, do të ketë pa diskutim momente kur duket sikur asgjë nuk ja vlen. Do të ketë pa diskutim edhe momente kur progresi mund duket i ngadalësuar e mund lindin dyshime. Por asnjë rrugë suksesi nuk ndërtohet përmes rehatisë dhe kombet jo nuk ndërtohen në momente rehatie. Ato ndërtohen në tensionin mes asaj që ishte dhe asaj që duhet jetë. Por e bukura sot është ajo që Shqipëria mund të jetë, nuk është më një ëndër e largët, por është një rrugë e hapur, një rrugë e dukshme, një rrugë e prekshme, mundësish për të gjithë.